Përshëndetje të gjithëve. Shpresa ka qenë ajo që e ka shoqëruar mendësi njerëzore përgjatë gjithë ekzistencës së jetës njerëzore dhe ka pasur pothuajse një mendim të unifikuar nga të gjithë shkollat e mendimit në shekuj që shpresa vdes e fundit ose nuk vdes fare. Mirë po, me që po shikojmë, apo ndoshta se ne jetojmë këtë kohë dhe na duket paksa më dramatike ajo që ne jetojmë, duket që shpresa ka filluar të goditet nga vetë njeriu që e ka shumë të nevojshme atë, madje e ka kredo jetësore, jeton me të smut jetoj pa të, sepse kështu është i gatuar, apo vritet shpresa? Kjo do jetë tematika që do diskutojmë në këtë emision të radhës së ciklit Nektar, ku unë në studio kam të ftuar Rovena Tujanin, që është juriste, dhe Farudin Ashanin, hoxh në xhamin Hasan Nahin në Prishtinë. Mirë se u kam në studio. Besoj e keni marrë me shumë edhe dëshirë, por edhe përgjegjësi që të flisni për atë që është një prej plagëve sociale. Bëra një parathënie duke thënë që ndoshta, ne me që jetojmë këtë kohë, është edhe një fenomen psiqik që duke qenë se jemi aktor të kësaj kohe, mendojmë se gjërat më të hatashme po ndodhin në këto kohë. Po mendojmë që edhe brezat e tjerë, brezat e kaluara, se mos harrojmë ne jetojmë kohë paqe, brezat e kaluar kanë jetuar lufta të llatarshme, ne luftën akoma se kemi provuar. Kemi provuar në kuptimin, po kur themi dhe ne që jo gjitha hapësira shqiptare. Edhe prap ka pasur shpresë. Por ka pasur edhe vrasje të shpresës. Ka qenë flitet për një gjendje shumë dëshpëruese të mbas luftës dytë botërore, sepse për miliona të vdekur. Ndërsa në këtë kohë ne po jetojmë një vrasje shpresë gati, sidomos në shoqërinë shqiptare. Pyetja e parë është, nga po vjen kjo? Nga po vjen kjo? Ç'është ky pezm? Ç'është ky dëshpërim që shfaqet në shumë forma? Unë gjithmonë në këto diskutime që po bëjmë, gjithmonë ju referohem edhe rrjeteve sociale, sepse ato sot janë bërë një termometër, janë bërë një test i treguesit të trendit psikologjik të shoqërive tona. Po, jeni e lutur që të flisni për këtë aspekt, duke u respektuar si elementi femër. Faleminderit. Fillimisht më lejoni t'ju falenderoj për emisionin dhe për gjithë kontributin e juaj prej vitesh. Do doja të ndërlidhesha me fjalinë tuaj të mëparshme, çfarë po ndodh me shoqërinë tonë, përderisa shpresa është diçka që është shumë e rëndësishme për njeriu në veçanti dhe për gjithë shoqërinë në përgjithësi. Në fakt, do mendoja ose do thoja që shpresa është pikërisht shpirti, qoftë i individit edhe e asaj shoqërie. Jemi duke jetuar në një kohë vërtet, ndoshta nuk jemi në fush betejë në një lufte, por jemi në një kohë shumë sfiduese, që kemi problematika të ndryshme. Ndoshta jemi edhe në një kohë shumë komerciale, që çdo gjë duhet shitet dhe blehet, çdo gjë ndodh me sfida shumë të mëdha dhe me vështirësi shumë të mëdha. Mendoj se disa shoqëri ose disa vende, fatkeqësisht, një nga metodat, mekanizmat për ta kontrolluar një shoqëri ose një individ është t'ia vrasin shpresën ose ta shkatrojnë atë nga shpresa. Por mendoj që kjo mund të jetë një problematik shoqërore, një problematik sociale edhe ekonomike, faktorë të ndryshëm, që e bën njeriu ta humbasë shpresën. Por mungesa e shpresës në një formë është diçka që e kontrollon njeriu, edhe njeriu i ka dy zgjidhje, ose të jetë me shpresë dhe të vazhdojë të avancojë, ose dorëzohet. Domethënë, momentin që ai do dorëzohet, atëherë duhet pajtohet edhe me gjitha problematikat edhe sfidat që mund të ketë në çdo moment ose në çdo shoqëri. Prandaj mendoj që shpresa duhet të jetë ajo mekanizmi që ta mbajë një shoqëri në lëvizje dhe individin në lëvizje. Po, në aspektin fetar, ju jeni një ligjërues fetar. Sa të pranishme e keni në komunikimin me besimtarët elementin e shpresës dhe sa i pranishëm është shpresa përgjithsisht në botkuptimin fetar, në narrative fetare që buron edhe nga libri i Zotit, por edhe nga modeli profetik. Fillimisht ju falenderoj për ftesën që ne keni bërë për ardhin këtë emision që kemi qenë pjesë më herët. Ne si ligjërues fetar ose thjesht na jemi pjesë e kësaj shoqërie. Problemet të cilat ballafaqohet shoqëria jashtë
kulteve, sikur xhami që janë ato që shoqërojnë brenda xhamisë. Kështu që na i dim dhe i shohim këto. E jonja mendoj që roli jonë është që me u dhon aspektin fetar shpresë se Zoti kështu na ka thirrë. Vetë profeti thot se do thot humbja e shpresës kur vjen. Kur njëri shet diçka të pakëndshme, kur diçka thjesht e shet që janë mbyll gjitha rrugët, nuk mundet ai me lëviz, nuk ka shpresë për to. Nëse është sikur se u tha do thot prej panelistës që nëse ai nuk e zgjedh rrugën e shpresës, ai ka më zgjedh rrugën e dëshpërimit. Edhe sot është një fenomen që ka qenë në të kaluar, por ka qenë shumë i rrallë. Ndërsa sot na po e shohim këto ditë fenomeni vetvrasjes, që është një fenomen shumë i rrezikshëm. Do të thotë shumicën e rasteve vjen te humbja e shpresës, rezultati i humbjes së shpresës vjen derisa edhe jep fund jetës. E zgjedh atë rrugën që nuk duhet me zgjedh. Përderisa vetë profeti thot në hadith që nëse është buk, e shihni që është buk kiameti, ka filluar do thotë më shkatërruar çdo gjë. Edhe në dorën e ndonjërit për juve është një fidan, gati për të mbjell. Gati për të mbjell dhe të mbjell, por nuk ka shpresë që dikush ka me përfitu për tina, ka me hongër për ti. Po jo, me këto simbolizëm pejgamberi sa që pa marrë parasysh gjendjes, pa marrë parasysh rrethonave, nuk guxon me humb shpresën, se pasojat janë shumë të mëdha. Këtu është rreziku do thotë kur njeriu e humb shpresën. Atëherë na duhet me kënd vetëdijshëm që pa marrë parasysh situatës Zoti ka pru shembuj shumë në Kur'an, cilët nëse nalesh edhe i analizon, thu me të vërtet në këtë gjendje a ka ndonjë si harish për me mbajt shpresë, sikur që është rasti që e ka përmend Zoti pejgamberin e tij Yunusin alayhis salam, i cili e ka ftu popullin e vet, mirë po një ditë o dëshpëru që ata nuk dojnë mu përmisu edhe largohet prej tyne. Edhe e zgjedh me u largu edhe hyp me një anije. Pa mos hinë shumë detaje, edhe populli tina Zoti e çon pastaj një re zez, edhe populli ju kujtohet fjalët e Yunusit, dojnë sikur mu pendu. Po Yunusi më nuk është prezent me ta. Yunusi ka ikë edhe hyp në anije. Kur hyp në anije, tash anija do të thotë valët e detit edhe rrezikohet tregtarët nisin me gjujt mallin për me letu peshën e anijes, edhe vendosin që dikush duhet me kcy në ujë, me u largu pe anijes për me letu. Sa herë që hellshin short, i bike Yunusit alayhis salam. Yunusi më ne që një gjunaqar është, po nuk e di që ky është gjunaqari. Këtu është një mësim ndoshta shumë e rëndësishëm që largimi i një njerit adekuat, i cili është në profilin e vet, i dobishëm për shoqërinë, edhe pse tjetër nuk ja din vlerën, nuk i përgjigjen, nuk guxon me hek dorë, se pasojat janë të mëdha. Edhe Yunusi u largu. Pastaj detyrohet do të thotë me kthy në oqean. Edhe thonë dietarët, Yunusin e kanë shoqëruar 3 errësira. Është errësira e oqeanit, errësira e natës, edhe errësira që e ka gëlltit balena, barkun e balenës. A ka ndonjë shpresë këtu? Kur faqasi s'ka pas mundësi me pas me dikon që mi ndihmu. Do thotë gjitha rrugët ju kanë mbyll. Mirë, po shpresën te Zoti nuk e ka humb. Kjo është ajo që do thotë duhet me pas njeriu. Pa marrë parasysh çfarë do errësie. Pse po thotë pejgamberi thotë durimi është dritë. Durimi është dritë. Se kur të vjen fatkesia është ndërlidhur dhe me durimin, po. Po, se do thotë fatkesia është errësirë, me të vërtetë të rrohet para syve. Mirë, po shpresa që kam u bë më mirë gjithmonë ajo që na jep vullnet për me lëviz. Interesante. Kush e ushqen këtë humbje të shpresës? A ka të bëjë kjo edhe me formimin e njerëzve ose me formimin publik? Pra, ka gjithmonë, kemi njerëz të ndryshëm, por ka dhe një dominante të formimit publik. Ka me karakteristika sociale të një populli. Pra popull që e humb shpresën, ka popull vital, ka popull që kur nuk e humbi shpresën, që janë optimist nga natyra, që kalojnë sprova nga më të çuditshmet dhe arrin të mbijetojnë. A e kemi dhe ne këtë defekt si shoqëri, pra mungesë shpresës lind nga një popull që e ka kapluar dëshpërimi dhe nuk gjen forca për të rregulluar atë, pra është dorëzuar përballë një situate? Është e vërtetë, domethënë ne jetojmë një situatë që kemi vështirësi shumë të ndryshme. Aktualisht, duke ju referuar vendit tonë, kemi probleme ekonomike, punësimi, arsimimi, shëndetësia jo adekuate, edhe problemet ndryshme që njeriu ndoshta i japi një farë pesimizmi në jetë ose një farë dëshpërimi.
Por njeriu fillimisht duke parë këtë situata e humbet dhe guximin për të shpresuar. Ndoshta fillimi i shpresës është pikërisht guximi për të shpresuar. Domethënë ti e ke brenda vetes tënde një guxim i cili ta jep forcën për të ndryshuar sadopak situatën tënde kudo që je. Unë do më lejoni trajtoj një çështje dietarit Hamza Jusufit, i cili thoshte: një person që më është drejtuar dhe më ka thënë s'kam shpresë, kam humbur komplet shpresën, jam drejtuar në formën më të egër dhe më të fortë dhe i kam thënë: si mund të thuash s'ke shpresë, nëse nuk kemi shpresë neve në këtë situatë që kemi, atëherë ne ofendojmë gjithë njerëzit që kanë pasur shpresë para nesh, që kanë bërë revolucione. Ne mund të përmendim kohën e pejgamberit alayhis salam, hijxhetin që kanë larguar, janë shpërngulur nga Mekka nga Medina në Mekë. Kemi shpërngulje tjera që kanë qenë kolektive nga një shtet në shtetin tjetër, nga një kontinent në kontinentin tjetër. Për çfarë? Sepse kanë pas shpresë që gjërat do ndryshohen, situata do ndryshohen. Ndoshta në momentin e duhur, në atë moment nuk i kanë pasur situatën e përshtatshme, ama ata kanë pasur guximin për të shpresuar që gjërat do bëhen më mirë. Ky guxim për të shpresuar është ai çelësi i cili domethënë e vën në punë gjithë këtë shpresën tonë dhe lëvizjen tonë. Gjithashtu, nëse ne mund të flasim edhe kemi shumë emigrantë që emigrojnë nga Shqipëria ose nga Kosova në vendet e tjera, thuhet sipas statistikave numri arrin deri 1 milion ose vetëm nga Kosova, e ndryshe kjo është për shkak sepse dëshirojnë të kenë një jetë akoma më të mirë. E gjitha kjo është sepse njeriu brenda, nëse e vën në funksion shpresën, asnjëherë nuk mbetet i dëshpëruar, asnjëherë nuk përfundon në zhgënjim, asnjëherë nuk përfundon në vetvrasje ose në një fatalitet. Për gjithë këtë dhimbje, gjithë këtë shqetësim, e arrin që ta kthejë në forcë. Është e pamundur që të jetojmë në një vend që nuk do kemi sprova apo vështirësi. Madje këto vështirësi në aspektin teologjik konsiderohen si shkallë, si gradim, si një testim. Sikurse në universitet neve i kemi testimet mujore, semestrale, vjetore, për çfarë? Për të ngritur në një grad më të lartë, në një shkallë më të lartë, në një nivel më të lartë. Edhe në jetë është e njëjta. Ne do jemi të tillë që do sprovohemi, do testohemi. Her pas here kemi disa plane, që planet tona kemi plan një arsimim, edhe Zoti e ka të njëjtin plan me neve dhe na e mundson atë arsimim. Kemi planet jetës, edhe planet e Allahut bien përputhje të plot me planet tona. Edhe ndjehemi të privilegjuar që nuk jemi të sprovuar. Po ndodh në disa raste tjera që planet tona dhe planet e krijuesit ton nuk janë në të njëjtën drejtim. Atëherë çfarë duhet ndodhi me besimtarin? Duhet jetë ai i cili që ta humbas veten, të dëshpërohet, të rrëzohet, të bie në fatalizëm apo pesimizëm, apo duhet mendoj plane tjera, alternativa tjera për të ndarë nga situata, për ta përmirësuar veten. Nëse më parë ka bërë një situatë që nuk ka rezultuar suksesshme, atëherë ti kërkon një situatë tjetër që të jetë e suksesshme. Pra, e gjitha kjo është që pesimizmin dhe shqetësimin tonë në varësi të gjithë rrethanave dhe situatave që kemi, ta kthejmë në forcë, edhe ta kthejmë në një metodë veprimi, në një metodë e luftimit situatës. Ti e shpjegove bukur, në planin individual ja pra si pas ka pas një shpresë për ato që zgjedhin të zhvendosin në një vend të tjetër në kërkim të një të më të mirë. Një logjik faktikisht e thjeshtëzuar, por që ekziston. Po. Në planin kolektiv është, sepse kemi planin individual dhe planin kolektiv. Si do zgjidhe, sepse gjithë nuk do shkojnë, ku do të lejnë Kosovën? Hajde, nëse ne nisemi nga kjo predispozit, që gjithsekush në emër të një jetë më të mirë, të lek të braktisë këtë vend, dhe të ikën diku tjetër, në planin kolektiv, në planin afatgjatë, në planin kombëtar, ku do t'i mbetet? Dileme madhe. Pra, problemi nuk është këtë çështje individuale, tash ne kemi problemin ke shpresa si dimension shoqëror, shoqëria shqiptare. Ndoshta ne gabojmë në konstatime. Ka një depresion, ka një humbje shpresë, sepse thash, problemet janë globale, gjithë bota sot ndodhet në një moment zhvillimor të atill që ka një krizë që edhe shoqërohet me një lloj ankthi, me një lloj humbje shpresë, po përqendrohemi tek shoqëria jonë, sepse tek e fundit me këtë shoqëri në këtë i kemi të gjitha lidhjet. Pra, ka një lloj humbje shpresë, bëhet fjalë për gjithë hapësirën shqiptare, pavarësisht diferencave të më të mëdha ose më të vogla me fjalë, po e ka gjithë shoqëria shqiptare. Në këtë aspekt, kush duhet të jetë zgjidhja dhe këtu thirren ne kemi nevojë të thresim virtyteve tona shoqërore. Si ta mundim këtë humbje shpresë? Si ta luftojmë këtu në planin kolektiv? Po. Unë kisha me përmend rastin ose fjalin që populli e përdor, thotë njëri është më i fortë se guri.
Do të çka mundet me bart njëri, guri nuk mundet me bart. Është e vërtet, po. Po. Do të kur e vren njëri që është i fortë, do të kur sprovohet, se pa sprovuar nuk mundet me kuptuar atë forcën e tij të mbrëmshme që ja ka dhënë Zoti. Për këtë arsye do të thotë sprovat realisht neve veç duhet më na forcu. Jo që duhet më na dobësu. Zoti kur na ka thirrë me marr shembull historinë e dashurit të Muhamedit alayhis salam dhe dashurit ton, nëse nalesh dhe e këshyr gjendjen në cilën është kanë populli i Muhamedit alayhis salam, duke ekzistuar 360 idhuj tek qabja e amoraliteti, ato Po thuaj se ka qenë një shumë pak detaje për të pasur shpresë ka qenë. Për të pasur shpresa. Plus asaj që pejgamberi sa s'ka pas musliman tjerë që do të në fillim edhe realisht është desh më u dorëzu. Me i pas thonë diku që brenda 23 vjetëve do të arrijë që ti do vjesh këtu i pari vendit, këto nuk do të jenë këtu, gati ka qenë e paimagjinueshme dhe një jo njerëzore, do ishte njerëzore. Mirë po, pejgamberi sa me ka pas shpresën, e cila çdo herë ka shoqëruar dhe në momentet më kritike, rasti që u përmend për shembull hijreti, pejgamberi sa tu ik prej Mekës në Medinë, njerëzit e kërkojshin me pasuri të madhe për me zonë, i premtoj ke ati i cili ju kishtë shumë mrapa me njekë Surakës, i premtoj ke Biluzyk të mbretit Persisë atje. A këtu ishtë rrezik me pështu shpirtin e vetë. Para me ndoni çfarë gjendje kritike, ndërsa ky shpresa ti ka që ka me dal jashtë gadishit arabik. Do thotë shpresa asnjëherë nuk u kanë e vramet e pejgamberit alayhis salam, pa marrë parasysh situatës dhe gjendjes. Për këtë arsye shpresa, kanë thonë dietarët, është ai karburanti i lëvizjes në jetë. Sikur se vetura nëse s'ka benzin, karburant nuk mundet me lëviz. E njëjtë është nëse njëri nuk ka shpresë, nuk mundet me hes para. Nëse s'ki shpresë, nuk mundesh me bot durim deri sa të krysh shkollën fillore, pastaj të mesmen ose fakultetin deri në përfundim studime. Nëse s'ki shpresë, nuk ki vullnet me shku një muj ditë në punë për në fund me marrë një pagë. Nëse s'ki shpresë, nuk ki vullnet me dalë me punu tokën për në fund me marrë me frytet e saj. Frytet e saj. Do thotë pa shpresë nuk ka kurrë. Edhe do thotë gjitha njeri bën me leju mi i dhonë, mi au dhonë tjerve, ose thjesht mi amar tjetë, por shpresën asnjëherë nuk bën. Se nëse shpresën e ke dhonë, atëherë do thotë e ke dhonë çdo gjë. Çështja tjetër që është shumë e rëndësishme, që është aktuale, për shembull, e gjojmë që nganjëherë njerëzit e humbin shpresën në raport me krijuesin, që është shumë e rrezikshme. Se në farë forme humbja shpresës për këtë jetë, edhe pse nuk guxon me kon, por nëse ndodh dhe vjen Zoti na ruaj deri te më e keqja, që pishojnë pasojat që ka po ndodhin kur pe humbi shpresën, ajo ka të bëjë me jetën e kësaj botës, e cila për secilin për neve do të përfundojë një ditë. Po lutim Zotin që ta përfundojmë në formën më të mirë. Kjo është qëllimi. Mirë po fundin e kemi gjithë secili. Mirë po me humb shpresën për atë e cila është e përjashme, ato është rreziku. Për këtë arsye shohim që shumë nga njerëzit dhe nga ne ndoshta gabojmë edhe me fjalët tona, me predikimet tona që ja humbin shpresën njerëzve. Pa marrë parasysh çfarë gjendje është ai, ti nuk guxon me humb shpresat. Përderisa s'ja ka humb atij që i kanë vrarë 100 njerëz. 100, cili mundet prej neve me kon ma kriminal, nëse muj me thonë. Mirë po, jo që Zoti e ka falë, jo Zoti që ka mëshiru, po i ka shti edhe me laqet me ushty ndër me vetë. Për këtë arsye Zoti i thëtë, ka orë në transmetim në gjurmë, Davudit alayhis salam se thotë Davud, më duaj mu, po dhe i duaj ata të cilët më dojnë mu. Por edhe roli jëtë është me ishti njerëzit që me mdesht mu. Tha, si o Zot, si mund me ishti njerëzit me mdesht? Tha, tregoju njerëzve për dhuntit që ja u kum dhanë, tregoju njerëzve për faljen time, tregoju njerëzve për mëshirën time. Mos ja humb shpresën njerëzve për tek Zoti, se kjo është ajo që do të pa marrë parasysh, do të sfidave na bën që mi te i kalu ato. Po pra po, se kemi pra shpresën në raport me botën tjetër, që është pjesë e kredus së besimtarve, kemi dhe këtë shpresën në raport me këtë jetë. Shembuj që na vinë, të largët apo të vonshëm, janë gjithmonë frymëzues të shpresës. Kur ne kujtojmë ditët e vështira, kur ne shoqëria shqiptare ka shumë probleme. Edhe shoqëria, po sigurisht ajo kosovare. Por sepse është edhe qasje pastaj, mënyra se si zgjidhesh, kur të kujtosh të djeshme, që ke lënë jetën, përballë një tmerri siç ka qenë pushtuesi. Prap ajo është një frymëzuese e shpresës që, pashi sa gjëra, sepse ne nuk duhet shikojmë vetëm gjërat e trishta, ka ndodhur dhe gjëra shumë të mira gjatë tyre për 19 vjetëve liria, apo jo?
Ka ndodhur shumë gjëra mirë që deri dje kanë qenë të paimagjinueshme. Ka qenë e paimagjinueshme që ti do jetosh, do ish i lirë dhe nuk do të kesh një armik këtu mbrapa që ta kërcënojnë jetën në çdo moment. Apo s'është kështu? Pra është në një farë mënyrë edhe një këndvështrim, mënyrë se si ti zgjedh këndvështrimin e duhur ose i gabuar, ku e fik, e shuan, gati e vret, ose e mban të gjatë dhe e kultivon shpresën. Ndoshta është një keq kuptim se njerëzit mendojnë që të kenë shpresë do të thotë që ti kesh çdo gjë në rregull. Nuk do të thotë kjo. Shpresa ka vlerë kur si ke gjëra të rregull. E kundërta. Domethënë ndoshta dikush mund të mendojë që kjo botë duhet të jetë parajs, që ne ti kemi kushtet aq të mira. Pra shpresa ka vlerë dhe virtytet kanë vlerë, e marrin vlerën e tyre kur si ke gjërat në Terezi. Absolutisht. Kjo është kur si ke gjërat në Terezi, sepse kur i ke gjërat në Terezi, atëherë thoshte dikush, besimi në Zot është pikërisht në vlerën e vet e ka tek fakti që ti nuk e shikon. Së momenti që e shikon atëherë nuk ke dilema më me fjalë, nuk ke asnjë lloj pikpyetje. Atëherë s'ka vlerë fjala besim. Ti beson në atë që vërtet nuk ke një dhënë fizike, por merr vlerën e vet, ke dhënë logjike dhe argumentuese dhe këtu merr vlerë besimi. Po të bëjmë një krahasim. Absolutisht. Pra, domethënë njerëzit ndoshta mendojnë që kjo botë pretendojnë ose dëshirojnë që kjo botë të jetë parajs, por kjo botë nuk mund të jetë parajs. Ne besimtarët besojmë që kjo botë është rruga për parajs, domethënë ne kemi një farë udhëtimi ose një farë kalimi në këtë botë. Është e vërtetë që ne shpresa është atëherë kur kemi shumë vështirësi, domethënë por këtë vështirësi, një besimtar e ka një privilegj ndryshe që ndoshta dikush që nuk beson nuk e ka këtë privilegjin. Besimi edhe shpresa që gjërat do jenë gjithmonë më mirë. Profeti Muhammed alayhis salam çdo lloj situate, sa do të vështirë ka qenë, ka pas shpresë që gjërat do bëhen mirë. E ka filluar thirrjen e tij në Islam kur nuk ka pas përkras fare, kur nuk ka qenë as mirë ekonomikisht, as politikisht, as ka pas, domethënë ka qenë vetëm i besueshëm mes njerëzit, i ka pas një autoritet për ndershmëri edhe për moral, por pushtet nuk ka pasur akoma, dhe ai akoma në atë situatë varfërie edhe në situata të keqe ai shpresonte dhe kur ajonte shokët e vet që do arrin të kenë pushtetin e plot në disa perëndëri ose disa fusha shumë më të lartë se sa qëndronte. Pra shpresa është ajo e cila njeriu do ta ketë në çdo lloj situate, mbi gjitha në situatat e vështira. Çfarë ka besimtari ndryshe nga jo besimtari? Pikërisht sepse ne duhet dalim këtë rol. E ka po dhe që duhet ta promovoj. Pra nëse ne konstatojmë një shoqëri që është e kapluar nga kjo sëmundje, okej, kush është roli yt? Ti mund ta shpjegosh dhe pastaj kam një pyetje, a kemi ne çdo kush një fidan në dorë? Besimtari është ai i cili personalisht sa herë që ballafaqohem me sprova, them pavarësisht çdo sprove, unë besoj në një Zot. Besoj në pejgamberin i cili ka qenë i dërguar i Zotit, edhe çdo fjalë e tij është e vërtetë. Besoj në një ditë gjykimi, besoj dhe në një peshore e cila ka një drejtësi të jashtëzakonshme, sepse është peshorja e krijuesit. Edhe kjo mua më jep një shpresë të jashtëzakonshme, një vullnet dhe një forcë të jashtëzakonshme. Se pavarësisht vështirësive që ne kemi, pavarësisht sfidave që ne kemi, pavarësisht padrejtësive që ne na bëhen, ne këtu jemi të përkohshëm edhe kemi një mision akoma më të gjatë në një botë tjetër që është bota e përjetshme. Pra besimtari është ai i cili ka gjithmonë shpresë. Madje unë mund të them që feja islame është feja shpresës. Nuk ka logjik që të ketë një besimtar dëshpërim të madh, sepse një dëshpërim i madh, një humbje e madhe e shpresës nuk përputhet me besimin tënd në një krijues i cili është i plot fuqishëm, i drejtë, edhe që do japi një drejtësi të jashtëzakonshme, që është gjyqtari dhe gjykuesi suprem. Prandaj besoj që besimtarët janë privilegjuar me fenë që kanë, sepse mbi të gjitha jep forcë dhe vullnet për të vazhduar pavarësisht çdo lloj sfide, pavarësisht çdo lloj situate që ato ballafaqohen. E kemi ne gjithsekush një fidan në dorë? Profeti thotë çdo njeri që Zoti do të thotë ka kriju, kuptimin e hadithit, ja ka dhënë atë talentin ose thjesht ato për të cilën është i prim. Por njeri duhet me lyp dhe me gjetë atë dhunti që Zoti ja ka dhënë. Çështja tjetër, ajo çka na duhet mos me harru. Gjithë se cili jemi përgjegjës për ndryshimin e aktualitetit, pa marrë parasysh pozitës. Për këtë arsye thot pejgamberi Esam, çdo njeri do të jep llogari për ato që ju ka dhënë për kujdesi. Nëse se ki për kujdesi popullin, e kam fjalën se si udhëhes shtetit, atëherë për shembull udhëhes ndonjë institucioni, nëse si një institucion atëherë zoti i shtëpisë. Mos kofsh zoti i shtëpisë, je zoti vetvës. Do thotë pa llogari nuk mundesh me dalë. Për këtë arsye secili duhet me këshyr ato që ka përgjegjësi, a është të punu për me ndryshu.
Pejgamberi sa jo se ka arrit për 23 vjet mrekulli me bo që me ndryshuat gjendje. Po ai ka arrit që çat shpresën në zemrat e njerëzve me ngjall edhe me i bo që me punu pozitivisht. Se do thotë nëse flasim për shpresën si mrekulli që duhet me ekzistua dhe ajo duhet më na mbajt pa lëviz, kjo është realisht keq kuptim. Po, keq kuptim. I shpresës edhe i fejes. Po duhet me kuptu që do thotë duhet me lëviz secili prej neve. Duhet me shëru problemin. Nuk bëhet zgjidhja e problemeve të ikë për problemin. Po kur atër ballafaquesh me problemin dhe i qytë cilat janë rrugë për me dalë prej asaj krizës e cila na rrethon. Si që cekë edhe ti do thotë problemet janë shumëta, mirë po ka dhe drita cilat na japin shpresë, na japin i që nuk është çdo gjë e keqe, nuk është çdo gjë terr zi në këtë vend, po ka i Po tash këtë varet do thotë se njëri cilën e zgjedh. Çështja tjetër që është shumë e rëndësishme, na si musliman, Zoti na ka thirrë që me fatkeqësit, sikur që thotë profeti alayhis salam, thotë çudi është çështja e besimtarit, u potencu këtu do thotë dallimi jon mes besimtarit dhe jo besimtarëve. Kur thotë Zoti pejgamberi sa është çudi çështja e besimtarit, edhe kjo ndodh vetëm me besimtarin e jo me dikon tjetër. Është dhunti. Thotë nëse i ndodh fatkeqësi, duron, shpërblehet për durimin. Jo i ndodh fatkeqësi, atash duhet mi dhon fund jetës. Po duron se Zoti e ka caktuar, jeta është e tillë me sprova. Nëse kish me qenë jeta veç rahati, që shu përmend dikush që e mendon që duhet veç rahat me kon, çka i shkon vlera xhenetit? Çka i shkon rëndësia tina? Po në këtë jetë ka probleme, ka sfida. Po thot pejgamberi sa do thot i vjen fatkeqësia besimtarit, duron merr shpërblim. Po kur i vjen e mira e falenderoj Zotin edhe këto, do thot të dy rastet besimtari merr shpërblim. Çështja tjetër, na nuk kemi marrë të Zoti për ndryshimin e gjendjes, a kemi arrit me e qut deri në fund apo nuk kemi arrit? Na të Zoti kemi marrë në llogari, a kemi dhënë na kontributin cilën është kërkuar pe neve, ose kemi dhënë? Kjo është në rëndësi. Po, sepse ka dhe një vlerësim të asaj çfarë ti ke menduar, vetëm që e ke menduar, mirë apo keq, edhe nëse se ke... edhe për ajo me fjalë të konsiderohet ty, të futet në peshore, vetëm të menduarit. Pra ne e fillojmë misionin ton, atë fidanin, menaxhimin e fidanit, do ta mbjellim apo s'do ta mbjellim, e fillojmë që nga mënyra e të menduarit. Po, pikërisht kjo mënyra e të menduarit ka bërë që në ligjërimin ton, në të folurin ton të përditshme, nëse e ke konstatuar të futen shprehje që zakonisht janë të prirura drejt konstatimit. Dhe njerëzit kanë filluar, dhe kjo është pjesë e investimit në humbjen, në vrasjen e shpresës, njerëzit kanë filluar të dashurohen mbas konstatimit. Pra, të konstatosh, edhe madje ka një krenari, unë habitem se ku është qefi, kënaqësia, po, dakord, mund të konstatosh, është shumë e lehtë konstatosh i gjë, thosh, shiko, po bën pak vap. Po, bën vap. Bën vap. Kjo është thjesht një konstatim. Po, shoqëria shqiptare se këtu e keqja, se ka kështu, ka ashtu, po, ekzistojnë. Të lutem, kush është zgjidhja? A mundesh? Ti japish një zgjidhje të thuash, unë kam një recetë. Pastaj, sa vlen receta jote, a është e drejtë, a është e mirë, është përpunuar mirë, kjo është gjë tjetër. Kujt i duhet konstatimi? Po e shikojmë, po, dakord. A është kjo një mënyrë e gabuar dhe është kjo mos mbjellje fidani. Absolutisht. Duke huazuar mos mbjellje. Pra ti e ke lënë fidanin dhe ja ka mbathur aty, dhe fjalë do thonë, dhe je bërë një pengues i ecjes së jetës përpara dhe i ndryshimit gjendjes. Se s'ke mbjell fidanin. Absolutisht. Madje, ndoshta dhe zona jonë ballkanike është pak e prirur të jetë shumë emotive. Emotive, sepse mesdhetar kështu e kemi temperamentin. Absolutisht, do të thonë ose emocionohemi shpejt, ose dëshpërohemi shpejt, e kemi këtë karakteristikë ndoshta genetike ose historike. Dhe kjo ndoshta her pas here, ndoshta edhe për situatat që kemi kaluar, i bën njerëzit të arrin këto konstatime edhe t'i marrin të mirë qëna. Ky vend nuk bëhet më, edhe kaq. Edhe kjo është, edhe disa persona i konvenon sepse dorëzohen, nuk punojnë, nuk lodhen. Udhësillja, edhe pse sigurisht nuk është në krahasim dinjitos, po vetëm një shembull për të na rikthyer vëmendjen. Shtetet e Bashkuara të Amerikës së fundmi janë bërë motivues me një thirrje të madhe, American Dream. Domethënë ëndra amerikane. Kjo ka bërë që gjithë popullsia, gjithë njerëzit të kenë një ëndër, të kenë një vullnet, të kenë një shpresë, të kenë një dëshirë, të kenë guximin për të shpresuar që gjithçka do ndryshojë.
kenë guximin ta mendojnë që çdo kush është një personazh që mund të japi kontributin e vet në çdo pjesë të shoqërisë. Nëse çdo person e mendon që ndryshimi duhet fillojë te vetja dhe jo te shoqëria, atëherë të gjithë do bashkohemi me këtë ndryshim revolucionar që do vijë bashkë me gjithë shoqërinë. Nëse ne mendojmë që ndryshimi duhet vite tjetri, shpresa le ta bëj tjetri se unë jam i dëshpëruar dhe po rrim në komoditetin tim, dëshpërimin tim, Nuk funksionon si atëherë formulë. nuk ke mundësi të kesh asnjë sukses. Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe disa nga fushatat elektorale që kanë qenë fuqishme, kanë qenë vetëm për shkak të thirrjes në guximin për të ndryshuar edhe në guximin për të përmirësuar situatat edhe idenë që çdo kush është një faktor ndryshues. Çdo person duhet ta shohë veten për faktor ndryshues. Ndoshta femrat, unë do kërkoj të ndaloj pak te çështja e gjinisë femërore. Gratë historikisht kanë pas sfida të ndryshme. Vështirësi të ndryshme nuk është vetëm kohën e sotme, por gjithmonë historikisht kanë pas ato vështirësi të ndaja. Por shpresa që kanë pasur ato, guximin e madh që kanë pasur për të ndryshuar, i ka bërë që ato të jenë revolucionare. Një dekan në Departamentin e Shkencave Islame në Cambridge thot, nisa një hulumtim për femrat muslimane edhe figurat që janë të rëndësishme që kanë bërë kontributin e tyre, mendova, paragjykova që do jenë 30-40 gra. Ndërkohë më hulumtime më dolën 8.000 gra aktiviste që më kohë të ndryshme kanë qenë revolucionare, kanë bërë kontributin e saj të jashtëzakonshëm. E nisëm Aishën radiallahu anha, e cila thoshte Aishja ka qenë një nga figurat më të mëdhaja të historisë njerëzimit, jo vetëm kohën e pejgamberit alayhis salam. Pas vdekjes pejgamberit alayhis salam ka qenë një faktor shumë i rëndësishëm mendimtare për çështjen politike, ekonomike, situatën e vendit. Pra, ajo pavarësisht gjithçkaje, dëshpërimin që humbi bashortin, jetës situatën që kishte. Bashorti do si do, pejgamberin e Zotit, atëherë ajo prap kishte guximin, edhe nuk dëshpërohej, nuk mbyllej, po vazhdonte kontributin e saj. Më tutje, në kohë ndryshme dhe në vendet ndryshme kemi Fatima Al-Fahrie. Ajo është nga Maroku, ka qenë nga Maroku, edhe ka qenë e para që ka nisur klasën e studimeve islame, që më vonë u kthye universiteti më i vjetër në botë. Askush nuk e përmend, po ajo ka qenë themeluesi i universitetit më të vjetër në botë. Çfarë ka qenë? Domethënë ai guximi i saj, ajo forca e saj, ajo kontributi i saj i ka bërë që këto njerëz të arsimohen dhe të fillojë jo pak, po universiteti më i vjetër në botë. Më vonë e kemi Zeynep El Ghazaliu, e cila ka qenë me kontribut të jashtëzakonshëm, ajo ka qenë në Egjipt. Në moshën 19 vjeçare ka themeluar organizatën e grave muslimane në Egjipt. Fillimisht e ka filluar, menjëherë janë antarësuar 5.000 persona, edhe numri i të antarësuarve grave ka shkuar deri në 3 milion. Imagjinoni se sa shumë gra ju bashkangjitën kontributit saj dhe punës saj. Çfarë ka bërë? Vullneti dhe vetëm shpresa. Pra diçka jo materiale, diçka e brendshme. Nëse ti ke një motiv shumë të madh, shumë hynor, nëse ti ke një kauzë në jetën tënde, një dëshirë të madhe, një vullnet ose një piksunim shumë të lartë, atëherë gjitha sfidat e vogla duken pa përfillshme. Përgjithësia, normalisht përgjithësia është dhe e diskursit publik, i cili përcillet sidomos, diskursi publik përcillet sidomos nga mediat, që kanë pushtetin, diskursi publik. Ishte interesante, para disa kohësh, një afërm im po shprehte këtë dëshpërim. Me sa kuptova, ishte përqendruar në televizion tek emisionet që përcillej kjo, sidomos këtë çështja ku diskutoshin temat mbi mafia, është në media shqiptare është dhe një gazetari i njohur që i përcjell këto, ai ka specialitetat, normalisht sepse me atë është marrë, pra me kronikën e zezë dhe normalisht, sikur do si ditën e parë punës, do merret me vrasje, me mafia, me kokainë, me heroina. Dhe edhe tërheqja, sepse ka dhe tërheqjen e vet kjo tematikë, atë botën e krimit, e kishte bërë që ky i thash, dëgjoj, i thash, fillo ndiq një emision tjetër. Në bazë të këtij emisioni ky kontrolonte gjithë Shqipërinë. Edhe i referoi një emision për fshatin. Është një televizion shqiptar, hapësirë e Blertit, thash, fillo pak shiko atë emisionin. Është 14-15 vjet, sigurisht nuk është në emision i shikuar, po ti provo. Shikon parin, dytin, tretin, thotë, më ka hyrë qef, tha. Si ishte Shqipëria ashtu, tha. Në Shqipëri ndodhin gjëra të mrekullueshme që ne s'kishim dieni. Po çfarë ishin ato gjëra të mrekullueshme? Njerëz pasionant, punëtor, ëndërrimtar, plot shpresë, në atë varfëri, në ato fshatrat tona, në atë jetën tonë të rënduar sociale,
me probleme ekonomike, me marrëdhënie, me një shtet që nuk është dashamirës ndaj njerëzve, me politikë, ato kishin arritur që ndërtonin oaze pune të ardhurash, lumturie, paqe dhe qetësie. Pra, çka ka ndryshuar? Këndvështrimi, ushqimi që ti merr bëri që të kesh një problematik në stomakun tënd. Kur filloi të ndryshon ushqimi, ndryshove ushqimin, pastaj fillove të ndihesh mirë dhe në organizmin tënd. Prandaj e kam. Tani ju si drejtues fetar, është dhe një më ka pëlqyer jashtëzakonisht dhe një transmetim tjetër për atë që nxjerr dhe etiketon dhe i vë vulën një masë, i vë vulën popullit duke i thënë prishur diçka e tillë, dhe kjo është pjesë që investohet në mungesën e shpresës, dhe e kam dëgjuar një koment që më pëlqeu jashtëzakonisht, pse ishte e papranueshme kjo, sepse më e pakta e kishte probabilitetin e ndryshimit të gjendjes zero. Pra, nëse ti thua që ky popull është i prishur, diçka e tillë, sa është probabiliteti që nga kjo thënie, nga ky konstatim të rregullosh një gjë, ishte zero. Mjafton kjo, pastaj kishte shpjegimet e tjera për ta zhvlerësuar. Unë rastin që e përmenda, bashkë ndërlidhet me këto, rasti Yunusit alayhis salam. Edhe ai ka humbur shpresën te ai popull. Do thotë popull që s'ka shpresë për mu përmirësu në erë, mirë po ka dhe Zoti që do të thotë pas një kohë shumë të shkurt, ajo është kthy do thotë në popull i cili ju kanë kthy rrugës Zotit. Kjo na tregon që do thotë fol Zotit që na nuk e kemi në kompetencën do thotë e gjykimit njerëzve të mirë. Na mujmë i gjyku njerëzit në bazë veprave, edhe jo individ, po mujmë me thonë që do thotë këto vepra nuk janë të mira, kushdo që i bën. Mirë, po me i thonë ky është i prishur, ky është do të shkojnë zjarr, ky kështu. Kjo nuk është kompetenca jone, saqë ka ardhur në transmetim në kohën e Ben Israilëve, kanë qenë dy shok dhe njëri ka qenë do thotë adhurues, ndërsa tjetri i shpërfillur do thotë i dhonën mas me katëv, edhe derisa një ditë ky është kon duke fal namaz, ai shkon e pengon gjatë namazit, nuk e lën qet, edhe ky tash kur e përfundon namazin thotë, edhe në këtë gjendje do thotë kjo arqë edhe me më pengu edhe gjatë kryrjes të adhurimit, thotë vallahi bën betohet, thotë nuk ka me të falë Zoti. Ti do thotë je katastrofë që thojmë ne. Atëherë Zoti e çon me laçën e i thotë kush është ai që e merr kompetencën tëm me i tregu do thotë tjerëve se ai fal Zoti as i fal, thotë njofton e ata. Gjithë kohën që ka bëu adhurim deri tash, thotë ja kum çu poshtë. Gjithë kohën që deri tash ka bëu adhurim, thotë ja kum çu poshtë, ndërsa këta e kum fal. Do thotë përzidhja në kompetencën e Zotit, Zoti ka drejtsinë absolute. Zoti është i mëshirshëm. Pra, sepse kjo ka edhe rrezikshmërinë e futjes së kompetenca të krijuesit për një gjendje të caktuar. Nuk është e drejtë e jonja kjo. Do thotë na mujmë me thonë, mirë po, është shumë një koment më i lezetshëm që thojmë ne në historinë e Musës edhe faraonit. Zoti kur flet për faraonin, tregon që ka qenë i padrejt, ka qenë vras, me gjitha cilësitë që i ka pas faraoni, do të që dihet njëri më i keq në rrugën toksor, mirë po, çka thot Zoti? Thot, ai i ka friksu popullin e vet. Kjo fjala i ka friksu, ja ka mbyt shpresën. Për ndryshim. Ja ka mbyt shpresën. Thot, ata ju kanë nënshtru. Kështu është ajeti Kuranit. Thot, ata ju kanë nënshtru. Jam binë që s'ka shpresë për ndryshim për të mirë, edhe çka thot ai duhet me bu. Çka po thot Zoti për popullin, a pi largon për përgjithësisë? Sikur ajo që u tha do thotë a kanë rol këta, po thot Zoti innahum kanu qauman fasiqin, këta janë popull i prisht. Ai që humb shpresën, edhe që i nështrohet do thotë ligës të keqes, nuk punon për ndryshimin, do thotë Zoti nuk me kanë ashtu do thotë një njeri kish mujt me udhëheq me këtë botën, po jo ka gjithmonë shpirta të cilë do thotë shohin më ndrysh, edhe shohin që ka shpresë për ndryshim, edhe i marrin shkaqet për me ndryshu. Do thotë marrja e shkaqeve është obligative për ndryshimin e gjendjes. Po, është e vërtet ka vrasje të shpresës që cekim fillim të emisionit, mirë po, do thotë vrasja e shpresës nuk mundet mu vrasë shpresë në tërësi. Mundet dikujt mi vrasë, mirë po gjithmonë ka njerëz që të ngjallin ato. Unë shikoj me trishtim sepse më duket që kjo gjendje që ka kapluar
Dhe po t'i bësh një krahasim në një situatë shumë të vështirë para 19 vjetësh kur në Kosovë kishte luftë dhe po e vuan të këtë edhe Shqipëria për shkak të dyndjes së popullatës së përzën, ka pas shpresë. Dhe ishte një lloj entuziazmi, e gëzon një lloj entuziazmi shoqëror që kjo situatë që na erdhi, ne na zbuloi virtytet që i kishim pasur të fjetura, të durosh, të bësh durim, ti bie shëndim tjetrit, të tregosh bujar me tjetrin dhe shpërfaqje e këtyre cilësive të larta njerëzore. Na bëri të kuptojmë jemi një popull me virtyte, ndërsa tash në këto momente që nuk janë kaq ekstreme, dhe janë momente normale, po do ketë edhe një ekonomi të dobët sepse gjendja nuk është gjithmonë do ketë herë do ekonomi e mirë, herë do shkojnë diçka, herë nuk do shkoj. Ka një plakosje të gjendjes dëshpëruese pastaj që çon në humbjen e shpresës. A du t'jemi një shoqëri që ta kemi dhe si mundet për ta pasur shpresën virtyt dallues. Virtyt dallues. Praktikantët musliman absolutisht duhet ta kenë këtë armë në pjesën e jetës tyre. Pra të bëjnë një model referues dhe të jenë frymëzues. Edhe unë prapi qëndroj des që ndryshimi fillon te vetja. Absolutisht mendoj që kjo është ajo që neve mund të bëjmë. Nëse ne presim, sikurse përmendet, që ndryshimi të vjen nga larg ose ne të qëndrojmë dhe bota të rregullohet vetë, ajo është e pamundur. Mendoj që sfidat kanë qenë, do jenë dhe do mbesin gjithmonë. Është e pamundur të kemi një jetë pa sfida. Por gjithsecili duhet marrë një motiv edhe një qëndrim në jetën e tij. Çdo kush nuk kemi të aftë në çdo lloj fushë të jetës. E kemi një aftësi, çdo kush duhet të identifikojë faktorët e vet që janë më të fortë, elementet më të mirë të vetes tij. Edhe të punojmë ato element. Dikush ndoshta është për punë, dikush është për të folur, dikush për të shkruar, dikush i ka vullnetet dhe i ka talentet e veta, çdo person mund të identifikojë. Momenti që identifikon, atëherë duhet punojmë me këta talentet tona edhe me këto virtyte që Zoti na i ka dhuruar, për arsye na i ka dhuruar, për t'i përdorur, domethënë për t'i vënë në përdorim. Edhe nëse ne i arrim t'i përdorim këto virtyte të mira, atëherë sadopak ne do ndryshojmë. Ndoshta dikush mund pretendoj dua të ndryshoj ose ta ndryshoj komplet botën. Nuk mundesh ta ndryshosh komplet botën. Atëherë jo, po ndryshoj shtetin tim, as shtetin nuk mundesh. Atëherë shtëpinë time, po edhe aty ke ato konfliktet tua. Atëherë ndryshimi do të fillojë te vetja. Unë jam i bindur se dhe kjo po çalon në ndërgjegjen tonë individuale. Pra ne nuk shikojmë kur tek pjesa tek roli ynë. Kam pas një eksperiencë para disa vitesh ku po përgatisja një konferencë në një qytet ku do diskutojmë mbi degradimin urban. Dhe pjesë e ekipit përgatitës së konferencës ishte dhe një vajzë me detyrë shtetërore në administratën e atij qytetit. Dhe ku po përgatisja reportazhin hyrës, ku kisha marrë disa modele dhe disa precedent të prishurës urbane, kjo zyrtare më vjen pak në një mënyrë të veçantë dhe thotë, të lutem, hiqe këtë pallatin nga pamjet, nga komenti. Pse? Ky është pallati që kam bërë unë. Pra jo ishte vetë kontribuese në aty dhe ndërkohë që e përgatiste me fjalë do kumtonte pra finali është që nis nga vetja jonë. Kam pasur një eksperiencë tjetër, do t'i ndaj sepse ne nganjëherë e prishim atë rregullin klasik të pyetje përgjigje, po edhe është një shndrojmë edhe një debat, një komunikim. Diku në një rrugë marr një njerëz që po priste në rrugë. Nga fshati, një ndër rrugët që kisha bërë, po i them hajde, një nga rrugët e Shqipërisë, ku do shkosh, do shkoj filan vend, po. Si ke punët, janë pyetjet normale që ne ja bëjmë njëri tjetrit. Po ja, pa e shtym, tha, po pse e shtym, çka ka ndodhur me fjalë? Po ja, pa papunësi e madhe. Po çfarë zanati ke, i them? Ti, çfarë zanat, ç'a bën jetë me fjalë që? Jo, tha, un kam shumë punë, tha, sepse kam të mbjella, punoj, kam krerë me lop, me fjalë merrem gjithë ditën. Po ja ku e pas këti, po jo po e them përgjithësi. Po si përgjithësi, qa këtë që bën vetë, pse si ju akumton dhe tjerve? Tha, e dita që ke drejtë në është mësuar gjua me këtë, me gjendje të shpërisme. Pra ne nuk kemi nganjëherë të ndërgjegjshëm për atë vlerën, për atë çfarë themi, se çfarë mbjellim. Unë do mbetem prapë te metafora madhështore e fidanit. Ne kemi një fidan në dorë. Qa bëjmë me të? O e mbjellim ose mbjellim? Është shumë rëndësi ky shembull që e the për atë djalin i cili thotë realisht ka pas obligime, ka pas një përditshmëri që nuk ja ka vletaj me u dëshpëru, mirë po pak është na është bërë si shprehi, Ermir kisha më thonë, na ndëgjon këtë fjalë të shumica e popullit,
shtyjmë, po kalojmë me jetu këtë jetë, e që do thot mbytyja e shpresës ndodh nganjëherë vetëm me shprehjet tona. Zoti kur e tregon historinë e popullit të Musës kur kanë ikë prej faraonit, kur kanë mbritë deti, ky është shembull shumë domethënës. Populli i cili është mësuar do thot me mbyt shpresën e vet në çdo moment. Çdo sfidë që i ka dalë përpara janë ndërzu. Një herë atje me faraonin tash këtu para detit. Kur e pa detin thanë Zoti ka përshkruar fjalët e tyre në Kur'an ku ka thonë hulikna, u shkatrum, se s'kemi ka shkojnë tash, deti përpara. Mirë po thonë dietarët, në momentin që këta kanë thonë u shkatrum, këta realisht janë ra që thojmë na për tokë, kanë humbë shpresën për diçka që mund me pas ndonjë rrugë dalje. Ndërsa Musa ka qenë i shoqëruar me ta, zbashku me ta. Mirë po Musa ka qenë njëri i cili gjithmonë shpresën e ka pas gjallë. Edhe çka thot jo, thot kella, thot kursesi. Zoti jam ka me mboqare. Zoti mi qel rrugë. Edhe atëherë Zoti ordon do thot me i ra me shkop detit dhe hapën 12 rrugë. Do thot në këtë situatë, do thot kur ballafaqohesh me problemin mos thuaj që nuk ka zgjedhje ose mos thuaj unë dështova, unë s'kam rrugë dalje, se do thot ti si të shpresh me gojë në farforme ti ja ke vërtetu vetës, ja ke konfirmu që çajo duhet me ndodhë që ashtu. Jo, as me gojë nuk bën me shpresë, lemo me vepra, po duhet gjithmonë me punu. Minutat faktikisht kanë mbaruar, mundet, sepse e lexova tek ju, tek grimasa juaj edhe dëshirën për të thënë, kështu që mund ta thoni, por minutat kanë mbaruar dhe lejoni ta përfundoj me diçka personale. Mungesa shpresës nga një herë është ajo që neve na shtrëngon shumë për të mos vepruar, domethënë personalisht kur kam vënë mbulesën para shumë vitesh, fjalia që dëgjoja për njerëzve është se vë mbulesën se s'ke pastaj as një lloj zgjidhje, as punësim, as jetë sociale, gjitha. Jetojmë në një epokë gjithashtu që islamofobia është një nga problematikat më aktuale që hasin gjithë muslimanët, në veçanti femrat me mbulesë. Edhe sa herë shikon këto, ndoshta dikush mund thotë këto janë arsye për ta humbur shpresën. Ndërkohë unë personalisht i shoh këto motive për të pasur shpresë akoma më shumë. Gjitha sfidat që i shikoj, unë i mendoj të gjej një alternativë që mund të jap një lloj zgjidhje. Absolutisht, kontributi im është modest, edhe gjithë personat individualisht bëjnë kontribute modeste. Për disa kontribute modeste, pastaj bën një ndryshim social edhe shoqëror dhe bën që kjo situatë negative të kthehet në një situatë pozitive dhe që të përfundojë me sukses pastaj. Faleminderit Rovena Tujani, faleminderit Farodina Shani, ishit të mrekullueshëm në këto shpjegime. Bashkë miru takoshim në Nektar të tjerë.